Lajmeve nga vendi u kthehemi me një tjetër tematik. Rritja e çmimit të biletës, kryesisht për relacionet e rrafshit të Dugagjinit, ka ngritur shqetësim tek studentët. Këta të fundit thonë se çmimi prej 4 eurosh është i papërballueshëm për kushtet e tyre ekonomike. Nga ana tjetër, përgjegjësit e stacionit të autobusëve në Prishtinë thonë se arsye e kësaj ngritje është ngritja e çmimit të naftës. Rritja e çmimeve në vend nuk ka të ndalur. Derisa pagat mbesin të njëjta, ndërto është vënë re kohët të fundit, edhe rritja e çmimit të biletës, kryesisht për relacionet nga Prishtina, për në qytetet e rrafshit të Dugagjinit. Kjo ka shqetësuar tej mase studentët, të cilët ankohen duke thënë se çmimi prej 3 në 4 euro për një relacion është i papërballueshëm, duke pas parasysh kushtet e vështira ekonomike. Para disa javë, 2-3 javë që shtu, ka qenë dikon 3 euro për student deri në pe, tash bu 4 euro, tash gjithë kush nuk i ka në ashtje me pagujt gjitha student për 4 euro, se gjengën familjarët nuk i kanë tonë të mira, kushtet e mira. është shumë problem, edhe 3 euro u konë shtrejt, ama tash kam bu 4 euro, edhe është problem për neve nga se ne thojmë gjitha javë, po dijet edhe kushtet të në Kosovë që shenë, problem është. Kundër kësaj situate, kanë reaguar edhe përfaqësues të organizatës Paqja Studentore të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë paralajmëruar protest nëse nuk zbritet çmimi i biletës. Neve na është arsyetuar vazhdimisht që është ngritë çmimi i naftës dhe për këtë arsye do të thotë është edhe ngritë çmimi i biletës. Nëse brenda një afati kohor nuk do të ndërmerret diçka në këtë drejtim, do të obligohemi që të përshkallëzojmë metodat tona shprehjes pakënaqësisë deri në organizimin e protestave, me anë të cilave do të bllokojmë hyrjen e këtyre autobusëve në stacionin e autobusëve këtu në Prishtinë. Ndërsa zyrtarët e stacionit të autobusëve e pranojnë se çmimi i biletës është i lartë, por arsyetojnë operatorët e këtyre relacioneve, duke pasur parasysh rritjen e çmimit të derivateve. Vërtetën çmimet e larta për ata, por duhet mi kuptu edhe për ato që ndikur kur e kanë naftë 60 cent, o kanë çmimi 4 euro bileta, e se të kanë bërë një lëvizje, s'po thëmë e vogël, se për dikon është rrët e traktorit 1 euro, e kanë bërë 5 euro, e për student 4 euro, po duhet mi kuptu edhe ata se jenë bërë çmimet e shtrejta si të naftës. Gashi ka thënë se udhëtarëve nuk u jepet as bilet, atëherë kur bëhet pagesa dhe se mungon çmimorja e rregullt, ndërsa në rast të ndonjë fatkeqësie, askush nuk jep përgjegjësi për këtë. Qytetarët duhet me gjej bilet në autobus, edhe biletat aty nuk u japin hiç, po e vjen dyqysh një lloj, po du me thonë këtë ajo u s'pe akuzoj kurkon, po krejt marifeti është që nuk ka as çmimore të rregullt. Çmimet e biletës nga Prishtina për në qytetet e rrafshit të Dugagjinit para disa muajsh ka qenë 3 euro për studentët, kurse për të tjerët 4, e tashti është rritur për 1 euro më shumë në bazë të vendimit që ka marrë shoqata e transportuesve të Kosovës.